Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona të sinqerta mbi vunën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me mësimet tona, shoqëria që ndryshoi botën, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Sonte me lejen e Allahut do ta lexojmë hadithin e 13 ku bëhet fjalë për ndodhin e pejgamberit alayhi salatu wasalam me sahabin e nderuar Ebu Talhan radhiyallahu anhu. Dhe para se të lexojmë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, siç e kemi edhe zakon, të flasim fillimisht për transmetuesin e hadithit apo për personin i cili bëhet kjo ngjarje, që është pra Ebu Talha radhiyallahu anhu. Ebu Talha ka qenë shoqëruesi i pejgamberit alayhi salatu wasalam, prej fisit të dajallarëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam Benu Nejhar në Medinë, një burr i nderuar, një burr i sinqert, pjesëmarrës në betejën e Bedrit dhe një prej 12 përfaqësuesve të natës së Akabës apo beslidhjes së Akabës. Emri i tij o vëllezër i Ebu Talhas është Zeid ibn Sahel el-Hazraji nga ensarët e Medinës, mirëpo ofici i tij ka qenë pra Ebu Talha. Ka transmetuar mbi 20 hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka qenë një burr me shtat, mesatar, i fortë, me një zë të fuqishëm dhe asnjëherë nuk i ka ngjyrosur pra thinjet e tij. Pas plakjes, Ebu Talha radhiyallahu anhu ka pas dëshirë me prezantu në betejat së bashku me muslimanët në kohën e Othmanit radhiyallahu anhu, mirëpo evlatët e tij i thënë babës së tij: o baba jon, ti ke luftuar me profetin, me Abu Bekrin, me Omerin, andaj mosha jote je i shtyrë në moshë dhe ne do të marrim pjesë, ndërsa ti jo, ndërsa ai u lexoi atyre fjalën e Allahut të lartësuar: dinin luftë, qofshit të shëndosh ose të sëmur. Ebu Talha radhiyallahu anhu ka vdekur në Medinë në vitin 34 hijri, në moshën 70 vjeçare, dhe namazin e xhenazës ja ka falur Othmani radhiyallahu anhu. Sa i përket virtyteve të Ebu Talhës radhiyallahu anhu, janë të shumta vëllezër, mirë, po ne do t'i përmendim disa prej tyre. E para është ajo se çfarë transmeton Xhabiri radhiyallahu anhu se i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për zërin e tij që e ka pasur të fuqishëm dhe me ndikim. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, në hadithi është i saktë, Sheikh Albani ka vlerësuar për haditheve të sakta në Sahih el-Jamiu me numrin dorë 5081, thot i dërguari i Zotit se zëri i Ebu Talhës në ushtri vlen sa 1000 burra. Enesi po ashtu tregon dhe thot se përderisa ka qenë gjallë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Ebu Talha nuk ka agjëruar pos agjërimin e Ramazanit, mirëpo për shkak të luftrave dhe masdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, thotë Enesi, Ebu Talha gjithmonë ka qenë agjërueshëm përveç dy bajramave. Po ashtu Enesi radhiyallahu anhu vëllezër tregon hadithin që e gjejmë tek Imam Buhariu dhe është për haditheve të sakta, tek Nesaiu, që Albani ka vlerësuar për haditheve të sakta, ku thotë se kur Ebu Talha kërkoi dorën pra të Sulejmi ka qenë nona e Enesit radhiyallahu anhu, ka dashur mu martu me të, ndërsa ajo i është përgjigjur duke thonë se çifti yt Ebu Talha nuk refuzohet, mirë po ka thonë unë jam muslimane, ndërsa ti je idhujtar, pra je pabesimtar dhe nuk më takon mua që të martohem me ty, por thot nëse ti dëshiron të martohesh me mua, thot mehri im për ty është Islami, pra pranoj Islamin, unë do të martohem me ty dhe nuk kërkoj prej teje meher as prej arit dhe as prej floririt, sepse Ebu Talha ka qenë njeriu i pasur, dhe kështu që Ebu Talha e pranoi Islamin dhe Islami u bë meher për Sulejmin dhe Ebu Talha radhiyallahu anhu u martu pra me Sulejmin, me nënën e Enesit radhiyallahu anhu, dhe hadithi është i saktë tek Nesaiu, pra hoxha i Islamit Sheikh Albani ka vlerësuar për haditheve të saktë. Po ashtu Enesi radhiyallahu anhu na tregon, që është hadith tek Imam Buhariu, se në ditën e Uhudit njerëzit u shpartalluan prej mbrojtjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa Ebu Talha qëndroi pranë pejgamberit alayhi salatu wasalam duke mbrojtur me trupin e tij, me mburojën e tij. Edhe thot Enesi radhiyallahu anhu tregon se Ebu Talha ka qenë një shënjestar i fortë derisa i ka thyer 2-3 shtiza gjatë kësaj beteje, dhe po ashtu pra Ebu Talha kur kalonte dikush
pranë Ebu Talhës, sepse ka qenë shigjetari i fortë dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nëse ka pa në strajcën e dikujt prej save që ka pasur shigjeta, ka marrë apo i ka thonë se jepjani Ebu Talhës. Po ashtu pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë kësaj betejë ngrihen këmbë për të parë se çfarë po ndodh me besimtarët për shkak të asaj fitne dhe atij shpartallimi të sahabëve, ndërsa Ebu Talha i drejtoi pejgamberit alayhi salatu wasallam duke thonë: "O i dërguari i Allahut, kurban të basha me babë dhe me nën, mos u ngrit, sepse po të godet ndonjë shigjetar i armikut." Kështu që Ebu Talha radhiyallahu anhu i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasallam duke thonë: "Ja Rasulullah, gjoksi im e mbron gjoksin tënd." Po ashtu, prej virtyteve të tij të larta është se Ebu Talha radhiyallahu anhu ka qenë dorëdhënës i madh, që do të vërejtë në këtë hadith, të cilin do të tregojmë edhe ngjarjen se çfarë ka ndodhur mes tij dhe pejgamberit alayhi salatu wasallam. Mirpo hadithin që do ta lexojmë është tek Buhari dhe Muslim, ku tregon Enesi radhiyallahu anhu se Ebu Talha radhiyallahu anhu thot ka qenë një prej pasionikave të Medinës dhe një prej atyre që ka pasur më së shumti hurma, dhe pasuria e tij më e dashur ka qenë një bafshe me emrin Bejruha, dhe për këtë kopsht në fjalë Ebu Talha radhiyallahu anhu e ka dashur shumë, edhe ky kopsht ka qenë afër xhamisë së pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe shpesh i dërguari i Allahut kur ka dalë për xhamisë, pra ka shkuar te ky kopsht, ka pi ujë, është freskëu e kështu me radhë, dhe një ditë Allah subhanahu wa taala pra e zbriti fjalën e tij, kurse si nuk keni me arrit mirësinë e lartë përderisa të mos e jepni atë që e doni më së shumti. Dhe kjo ndikoi shumë ky ajet tek zemra e Ebu Talhës, dhe shkoi tek i dërguari i Allahut dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, ky ajet ka zbritur se kurse si nuk mund të arrini pra mirësinë e lartë përderisa të mos e ndoni një pjesë prej asaj që ju doni më së shumti." Atëherë i thotë: "O i dërguari i Allahut, gjëja që më së shumti unë e du është kjo bafshë, ky kopsht me hurma, ky kopsht që gjendet ujë në mesin e tij." Thotë: "O i dërguari i Allahut, këtë kopsht po ta adhuroj ty për Allahun, andaj ti o i dërguari i Allahut jepja kujt të dëshiron Allah për t'ia dhënë." Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasallam i drejtohet duke thonë: "Të lumt Abu Talha, kjo është vërtet një pasuri fitimprurse, kjo është një pasuri fitimprurse." Por se pejgamberi alayhi salatu wasallam i thotë: "Të dëgjova Abu Talha çfarë the?" Thotë: "Unë propozoj që këtë pasuri të endash mesin e familjarëve tu." Dhe Abu Talha radhiyallahu anhu thotë: "Kështu do të veproj o i dërguari i Allahut." Dhe Abu Talha radhiyallahu anhu këtë domethënë bafshë që e kishte endo mes djemve të migjallarëve të tij, dhe hadithi është tek Imam Buhariu me numrin dorë 14 gjateni. Ka shumë o vëllezër për me fol për virtytet e Abu Talhës, mirëpo koha nuk na lejon. Andaj i kthehemi ndodhisë së pejgamberit alayhi salatu wasallam me Ebu Talhën, pra hadithin që e gjejmë tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi. Edhe këtë hadith e transmeton Enesi radhiyallahu anhu, i cili thotë se Ebu Talha i tha gruas së tij, pra nënës e Enesit, Umu Sulejmës: "O Umu Sulejme, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam përderisa ai ishte duke folur dhe zëri i tij ishte shtjerur, ishte i dopt." Thot: "O Umu Sulejme, mendoj dhe e kam vrejtur se ky zë i dobët dhe i shtjerur i pejgamberit alayhi salatu wasalam është për shkak të urisë së tij. Andaj thot, a kemi diçka për ushqimit për me i dërgu pejgamberit alayhi salatu wasalam?" Thot Enesi, thot nëna ime nxorri disa kuleç prej elbit, të cilat i mbështjellu me një sofrabez, dhe pastaj i mbështjellu në pjesën time të trupit, dhe pastaj më mbështjellu edhe pjesën time tjetër të trupit tim, dhe më urdhëroi që unë të shkoj tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur shkova, thot, e takova pejgamberin alayhi salatu wasallam duke qëndruar në xhami me shokët e tij, me sahabët. Kështu thot që unë shkova, ju afrova pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe ai më tha se atë ka dërguar Ebu Talha. I thash po. Pastaj më tha, atë ka dhon apo atë ka folur për ushqimin? I thash po. Pastaj i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ngrit dhe u thot pranishve: ngritnu edhe ju. Dhe gjithë së bashku u nisëm drejt shtëpisë Ebu Talhës radhiyallahu anhu. Dhe Ebu Talha
Ishte në shtëpi dhe kur e pa pejgamberin alayhis salatu wassalam, ju drejtu gruas së tij dhe tha: "O ju musliman, po vjen i dërguari i Allahut me njerëzit, ndërsa ne nuk kemi ushqim të mjaftueshëm për mi ushqy." Ajo i përgjigj duke thënë se Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Pastaj Ebu Talha doli dhe e takoi pejgamberin alayhis salatu wassalam jashtë shtëpisë. Të dy së bashku hynë në shtëpinë e tij dhe pastaj i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i drejtu Umu Sulemit dhe i tha: "O ju Sulem, na sill ato çfarë ke." Dhe ajo pra i solli para pejgamberit alayhis salatu wassalam disa kuleç prej elbi. Dhe pastaj pejgamberi alayhis salatu wassalam e urdhroi Umu Sulemin që ato kuleç të i ndon në copa të vogla dhe pastaj Umu Sulemi shkriu diçka prej salcës dhe vendosin mbi këto copat e bukës prej elbit që të zbutën dhe pastaj i dërguari i Allahut u afrua tek ato copa të bukës, foli diçka, çfarë foli arsa dashti Allah i lartësuar dhe pastaj thot Anesi radhiyallahu anhu, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Jep ju leje 10 personave që të hyjnë mbrana." Dhe kështu u futën 10 persona në shtëpinë e Ebu Tahlës, ngrënën, pijen, u ngopën dhe dolën. Pastaj i dërguari i Allahut tha: "Jep ju leje 10 personave tjerë edhe ata hynë mbrana, hangrën derisa u ngopën dhe dolën." Pastaj i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Jep ju leje 10 personave të tjerë edhe ata hynë mbrana, ngrënën derisa u ngopën, derisa kështu vazhduan tek 10 i funit." Dhe në atë rast thot sahabiu i nderuar u ngopën që të gjithë dhe ata ai numri tyre thot ishte 80 shok të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Por kjo ishte ndodhia mes pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe Ebu Talhës radhiyallahu anhu. Prej dobive dhe mësimeve që përfitojmë nga ky hadith madhështor janë të shumta o vëllezër. E para, kjo hadith na tregon se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri i zakonshëm. Ka hongër, ka pi, sikur se kanë pi edhe shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ka pas uri, sikur se kanë pas uri edhe të tjerët. Mirë po uria që e shkaktonte shumë dëm pejgamberit alayhis salatu wasalam, ka qenë uria e madhe sa që i dërguari i Allahut pra ka lidhur 2 gur në barkun e tij për ta shuajtur apo për ta larguar dhimbjen e barkut për shkak të urisë, apo dhe është rrokullisur i dërguari i Allahut për shkak të dhimbjeve të barkut për shkak të apo si pasojë mungesës së ushqimit. Për atë edhe Allah subhanahu taala kur flet për të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salatu wasalam, siç është ajeti tek surja Kaf 110, ku thot: "I modhi Zot thuaj, un jam vetëm një vdekatar si ju, që më shpallër se Zoti juaj është një Zot i vetëm." Po ashtu e gjejmë edhe hadithin tjetër që tregon se i dërguari i Allahut ka qenë njeri, mirë po Allah subhanahu taala e ka veçuar dhe e ka ngritur dhe e ka marrë për mik dhe e ka bërë profet dhe vule gjithë pejgamberëve. Është ajo se çfarë transmeton Abdullahu se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me një rast gjatë faljes së namazit ka gabuar i dërguari i Allahut në numrin e recateve dhe pastaj sahabët janë drejtuar dhe i kanë thonë: "O i dërguari i Allahut, a ka ndryshuar namazi apo çfarë u bë?" Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë: "Un jam vetëm një njeri sikurse ju, harroj ashtu siç harroni ju, e nëse ndodh që të harroj në diçka, andaj thot ju më tregoni mua." Hadithi është tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslimi. Dobia tjetër që përfitojmë nga ky hadith o vëllezër është se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vu përballë zgjedhjes mes të qenurit mbret dhe profet dhe mes të qenurit pra rob dhe i dërguar. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam e zgjodhi që të jetë rob dhe i dërguar, duke preferuar që të ishte edhe i uritur dhe të ishte edhe i ngopur. Dhe këtë na dëshmon më së miri hadithi i Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu, që këtë hadith e gjejmë të sakt në Sahih at-Targhib, që Hoxha e Islamit Imam Albani ka vlerësuar prej haditheve të sakta, ku thot Ebu Hurajra radhiyallahu anhu: Gjibrili një ditë për ditëve ishte i ulur para pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pastaj thot Gjibrili shikoi lart në qiell dhe e pa një engjull i cili po zbriste. Dhe ju drejtu pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe i tha: "Ky engjull i cili po zbret është një engjull që nuk ka zbritur që nga dita kur e ka krijuar Allahu i lartësuar deri në këtë çast."
Dhe kur engjulli zbriti para pejgamberit alayhis salatu wassalam, i tha: "O Muhammed, Zoti yt më ka dërguar tek ti për të pyetur ty se a dëshiron të të bëj profet e mbret apo dëshiron të bëj rob dhe i dërguar." Dhe Xhibrili alayhis salatu wassalam i është drejtuar pejgamberit alayhis salatu wassalam duke thonë: "Tregohu modest para Zotit tënd, o Muhammed, apo për ulu para Zotit tënd, o Muhammed." Dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Unë e zgjedhi që të jem rob dhe i dërguari i tij." Dobia tjetër o vëllezër që përfitojmë nga ky hadith është se sahabët, shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, qofshin burra apo qofshin edhe të vegjël, qofshin gra, e kështu me radhë, këta e kanë vrejt gjendjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam në shikim të parë. Kur e kanë ditë se çfarë e mundon pejgamberin e Zotit. Edhe gjithë o vëllezër janë mundu që dhe janë përpjek me gjitha forcët e tyre m'ia lehtësu vujtjet pejgamberit alayhis salatu wassalam matë që çfarë kanë pas mundësi me bo për ta. Sikurse që ishte rasti i kujt i sahabijut të ndëruar Ebu Tahlës. Pra kur e ka vrejt zërin e dobët të shtjerur të pejgamberit alayhis salatu wassalam, e ka kuptuar se i dërguari i Allahut pra është i uritur dhe kështu ka urdhëruar pra gruan e tij Sulejmin që ajo pra të i dërgon diç prej ushqimit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe ju e dini se ushqimin që e ka ngrënë i dërguari i Allahut dhe po ashtu në numër i madh i sahabëve ka qenë ushqimi prej elbit, dhe ushqimi i elbit apo buka e elbit dihet se sa bukë e fortë dhe sa bukë e rronë është për lukthin. Dobia tjetër është vëllezër se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam jo rastisht i ka thirrur gjithë të burra me shku në sofrën e Ebu Tahlës, sepse ka qenë i bindur se i Madhi Zot ka me nderu atë para sofrës së Ebu Tahlës radhiyallahu anhu me lutjen e tij. Pra ju është lutur Allahu të lartësuar, sikurse ka ardhur hadithi tek Ebu Davudi me numrin dorë 1479, është për haditheve të sakta që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: lutja është vetë adhurimi, dhe pastaj i dërguari i Allahut ka lexuar ajetin tek sura Ghafir, ajeti 60 ku thotë: lutmuni mua se do t'ju përgjigjem. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ftoi gjithë ata sahabë që ishin së bashku me të, pra 80 burra me një ushqim të vogël dhe të pakt. Mirë po Allah subhanahu wa taala pra e bekoi sofrën apo e bekoi ushqimin e Ebu Talhës, që ky ushqim mjaftoi jo vetëm për të, por mjaftoi për gjithë shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dobia tjetër që përfitohet nga ky hadith o vëllezër është se nuk ka mëkat nëse burri del prej shtëpisë dhe i pret mysafir në borë. Nuk ka kurrë të keqe. Dhe kjo ka dallim mes të ngriturit në këmbë për të tjerët dhe daljes së pritjes së mysafirëve në borë. Kështu veproi Ebu Talha radhiyallahu anhu. Pra kur i erdhi i dërguari i Allahut së bashku me sahabët, pra Ebu Talha dul në borë, e priti pejgamberin alayhis salatu wassalam, e futi mbrana të shtëpisë, bile kjo është edhe prej nderit dhe respektit që e bën pra i Zoti i shtëpisë për mysafirin, pra me shoqëru mysafirin prej oborrit deri tek dhoma e pritjes. Po ashtu o vëllezër, nuk llogaritet mos respekt nëse prindi e dërgon djalin e tij që është më i vogël për me i thirr miqallarët e vet, ose kushit e vet, ose shokët e vet në darkë, ose në drek. Kështu veproi Ebu Talha. Enesi ka qenë i vogël kur ka shku dhe kënë e ka thirr më të dashin Allahut, kënë e ka thirr pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ku ka qenë i dërguari Allahut? Ka qenë në xhami. Ka thonë: shko thirrë profetin e Zotit, apo dërgaja ushqimin pejgamberit alayhis salatu wassalam për më ngër bukë. Pra nuk ka të keqe dhe nuk bën ti mundi pra i prekur nëse prindi, domethënë i Zoti i shtëpisë të dërgon dikon më të ri për me thirr ty në darkë ose me thirr ty në drek, në çaj apo në kafe e kështu me radhë, sepse ne kthehemi tek vepra pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe e gjejmë pra se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka marrë ftesë edhe është thirr edhe prej atyre të cilët kanë qenë më të vegjël, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur ftesës. Bile ka një transmetim që është tek Imam Tirmidhiu ku thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: sikurse të më ftohej dikush për të ngrënë dhe nuk ka se çka më mçit me ongër pos thundrave të kafshës, nuk do ta refuzoja. Kisha me shku
Edhe kisha me hongër tek shtëpia ti. Më thonë, nuk do ta kisha refuzu elemo, pra me thirr dikon ku sot dihet se sa janë të furnizura sofrat tona. Po ashtu vëllezër, ajo se çfarë pëlqejet dhe çfarë kërkohet prej hoxhës, është se hoxha nuk duhet me nejt indiferent karshi xhamatit vet. Por hoxha duhet me nejt me xhamatin. Duhet me fol me xhamatin. Dhe xhamati duhet me përfitu prej hoxhës, ashtu sa ai ka dije për mi u dhon të tjerëve. Kështu veproi edhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur Enesi radhiyallahu anhu shkoi për me thirr të dërguarin e Allahut, i dërguari i Allahut ku ka qenë? Ka qenë xhami, i rrethuar me çka? I rrethuar me shokët e tij, i rrethuar me sahabët. Andaj pra hoxhallarët duhet të tregoj dijen e sakt Kuranit dhe Sunetit, që këtë Kuran dhe këtë Sunet me tregu xhallarët ashtu siç e kanë kuptuar shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, me qëllim që të tjerët pra me marr mësimin, me marr edukatën, me marr edhe me mësu edhe besimin, po me mësu edhe Sunetin e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Pra jo hoxha me nejt, pra indiferent karshi xhamatit, por muhun me xhamatin dhe me i diskutu çështjet dhe me mësu xhamatin me atë çfarë hoxha din prej Kuranit dhe prej Sunetit. Po ashtu vëllezër, dobia tjetër është se Allah subhanahu wa taala i ka sprovu njerëzit. I ka sprovu dhe sahabët në kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Por më i sprovuar i ka qenë vetë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Llogaritë e tij përderisa ka qenë gjallë vetë i dërguari i Allahut, 6 evlat i ka varros me durrët e tij. Nuk ka sprovë më të madhe se kjo. Shtoja e kësaj vutjet, shtoja e kësaj edhe mungesën e ushqimit edhe urisë. Po gjitha këto vështërsi, i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka tejkalu me çka? Me sabër, me durim dhe me namaz. Kur i than sahabët, o i dërguari i Allahut, i modhi Zotu ti ka fal gabimet e kaluara dhe tanishmet. Pse po e mundon veten kaq shumë? Ju kanoi komët, ka thonë, a mos t'jem rob falënderues. Gjithë këto sakrifica gjithmonë ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasalam, pra prej atyre i cili pra ka duruar edhe prej atyre i cili ka qenë më i nështruar dhe më së shumti që ka pasur frikë Allahun subhanahu wa taala, mirë po dihet se në dorim ka edhe shpërblim, siç thot i modhi Zot tek sura Bekara 155, sigurisht që ne do t'ju provojmë me frikë dhe uri, me dëmtim të pasurisë së njerëzve dhe të lashtave, prandaj përgëzoi durimtarët. Po ashtu dobi tjetër është vëllezër se pëlqejet dërgimi i dhuratave kojshive apo shokëve. Për shkak nëse nona apo gruaja ka gatu diçka prej ushqimit, është mirë me dërgu edhe në përkojshi, ajo pjesë që ka mbet, me dërgu ato që ti han, jo ajo që domethënë nuk është më e mirë me dërgu tek të tjerët, po jo me dërgu ato që është më e mira, ose ato që ti e ke po për veten tënd, një pjesë pra asaj me dërgu, sepse kështu kanë vepruar edhe shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, duke pasur parasysh edhe se çfarë ka ndodhur me Aishën radhiyallahu anha, kur asaj i vjen një gru me dy çika, kërkon prej Aishës radhiyallahu anha që t'jep diçka prej ushqimit, prej sadakës, dhe Aisha ka pas vetëm një hurmë, edhe çat hurmë ja ka dhënë domethënë kujt, ja ka dhënë domethënë asaj gruaja, dhe ajo gruaja nuk ka hëngër asgjë për veti, një pjesë hurmën e ka ndarë për gjys, një pjesë ja ka dhënë njënës vajzë dhe pjesën tjetër ja ka dhënë vajzës tjetër. Pse këto ka vepru pejgamberi alayhis salatu wasalam që për me dhënë ushqim tek të tjerët edhe tek kojshit, para se ka ardhur me një hadith ku pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thonë jep një dhurata që të shtohet dashnia mes njëri tjetrit. Dobia tjetër vëllezër është e parafunit, nganjëherë nuset e reja ata të cilët nuk kanë provojë shqetësohen kur burri thirr mysafir më shumë se sa çfarë ajo ka përgatitur për ushqimit. Edhe fillon nga pak me ngrit zonin ose mu shqetësu para burrit. Më thonë, pse i ke thirr çeto njerëz? Unë kum bë shumë pak bukë, ti i ke thirr, për shkak unë kum bë bukë për 5 vet, ti i ke thirr 7-8 vet. Domethënë, shqetësimi i saj është që ajo nuk dëshiron me dal keq para mysafirëve. Mirë, po anën tjetër ai haron se ushqimi për 2 vet është për 3, për 3 është për 4, për 4 e kështu me radhë. Pra, haron se atë ushqim i modhi Zot e begaton. Dhe kjo ka ndodhur edhe me gruën e Xhabirit radhiyallahu anhu. Domethënë betejën e Uhudit, kur Xhabiri radhiyallahu anhu shkoi te gruaja vet dhe e pyetja, kemi diçka për me hongër, sepse është i uritur shumë pejgamberi alayhis salatu wasalam, kanë pasë po vendos gun në barkun e tij gjatë çelës së ndekut.
Thot, kemi pak buk edhe një kec, është hadithi i gjatë, edhe thot, shkëthire pejgamberin alayhi salatu wasalam një të vjen aj me një 3-4 vetë tjerë, ndërsa i dërguari i Allahut i thirr plot 1000 vetë se kanë qenë aty prezent, edhe kur e sheh ajo friksohet dhe i kthehet Xhabirit, a nuk thash me thirr profetin dhe me 3-4 vetë, ajo i thot, Xhabiri thot, gruz vet thot, unë i kum tregu pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mirë po e kundërta është tek ato nonat që kanë pak përvojë më gjatë, apo gratë që kanë pak përvojë më gjatë në pritjen e mysafirëve dhe në gatim, siç ishte edhe rasti me Umu Sulejmin, pra gruën e Ebu Talhes radiallahu anhu. Kur Ebu Talha i tha, oj grueme, po vjen profeti me 80 burra. Ajo çfarë përgjigje i tha? Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Allahu dhe i dërguari i tij e din pra më së miri, duke e ja lënë në dorë këtë çështje pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dobia tjetër vëllezër është se lejohet që insoni me hongër bukë derisa të nginjet. Sahabët kanë hongër ushimin derisa e ngop. Kur ka ndodhur kjo? Kur kanë qenë të uritur shumë dhe kur nuk kanë pas të nesërmen se çfarë për me hongër. Siç e treguam këtë hadith, kanë hongër derisa e ngop. Por nuk është e preferuar nëse insoni ka për me ngron ushim të nesërmen, nuk duhet mungin, domethënë me tepru në ushim. Ma tepër se sa duhet, sepse ka ardhur me një hadith të pejgamberit alayhi salatu wasalam, që është tek Ibn Majah, dhe këtë hadith Sheikh Albani ka vlerësuar prej haditheve të sakta, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam se ena më e keqe që e mbush njeriu është barku i tij. Ena më e keqe që e mbush njeriu është vetë barku i tij, pastaj thot njeriu ti mjaftojnë ca kafshata që për me mbajt trupin e tij. Por në qoftë se i duhet me patjetër me hongër më shumë, atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, 1/3 e ta lën për ushqim, 1/3 e ta lën për pije dhe 1/3 e ta lën për frymare. Kjo jep me tregu se insoni nuk duhet me ungi, por duhet pak me stopu pak vetëm. Dhe po ashtu vëllezër, dobia tjetër është se në këtë hadith shihet qartë kujdesi nonës karshi e vladit, dhe edukata që nona e jep e vladit e tij. Cili është kujdesi i nonës karshi e vladit? E para, ushimin që i dha merë dhe që e profetit, jam shtjeli, që mos mu duk. E dyta, edhe e rujti djalin e vetë, e mshtjeli, edhe belin, por edhe kokën ja ka mshtjeli, sikurse ka ardhur me një hadith. Pse e ka boni që të tillë Umu Sulejm, domethënë ushimin e ka mshtjeli për mos me pa, dhe kjo ka ndodhur edhe tek ne, edhe ndodh tek të moshumit sidomos, domethënë e kanë mshtjeli ushimin që mos me pa tjerë. Kështu ka bërë dhe nona e Enesit radiallahu anhu, pra e ka mështjellë ushimin që mos të duket tek të tjerë, që ndoshta ata që e shohin janë të uritur dhe nuk kanë, dhe ti bosh sebeb që ata me lakmu. Prandaj edhe kjo është prej edukatës së mirë që insoni duhet me përdor kajherë kur blen diçka, më thonë me mështjellë që mos të duket para të tjerëve. Dobia tjetër është të vëllezër se sahabët vërtet kanë qenë të varfër në pasuri, por se nuk kanë qenë të varfër në gjymertllëk, në dordhënie. Nuk kanë qenë të varfër në besim dhe në akide. Kanë qenë në kulmin e njohjes së Allahut. Kanë qenë në kulmin e njohjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam. Për atë i ke pas sahabët radiallahu anhu, atë se çfarë kanë pas e kanë dhënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra kanë qenë njerëz me moralin më të lartë, me vepra më të mira, sepse kështu i ka mësu pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe ata sahabët janë ulur me pejgamberin alayhi salatu wasalam në për mezhlise, janë ulur me pejgamberin alayhi salatu wasalam para sofrave, dhe asnjëri prej tyre pra nuk e ka zgjat dorën për me ngron, vetëm se e kanë pritur lejen e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sikurse u tregon hadith ku i dërguari Allah tha, le të vinë një grup, e kështu me radhë derisa të 80 veta pra kanë hongër dhe janë ngo prej ushimit të Ebu Talhes. Dhe dobia fundit o vëllezër për sonte është se prej rregullave të islamit apo prej rregullave të etikës është që kur insoni han në islam duhet me bo bismillah, duhet me falendru Allahun e lartësuar, me thonë bismillah, sikur se ka në hadithin e Omar ibn Ebu Seleme, i cili tregon se kam qenë një fëmijë nën për kujdesin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe teksa dora ime shëtiste
thot në pjatën e ushimit, erat ty të marë për me hongër, atër pejgamberi alayhi salatu wasalam mu drejtu dhe më tha, o djalosh, thuaj bismillah, ha me dorën e djatë dhe ha para vetës, hadithin e gjem tek Imam Muslimi dhe tek Imam Buhariu. Ky është dersion për sonte, vëllezër, me shpresë që takomi në dersin tonë të radhës ku do t'tregojmë për hadithin e 13, pra ndodhia e radhës mes pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe shokëve të tij sallallahu alaihi wasallam. Allahu i nderoft.